Sektori garave pranë Federatës Shqiptare të Futbollit ka miratuar kalendarin e kompeticioneve kombëtare për sezonin futbollistik 2025-2026. Superliga, pjesë e cilës është edhe vllaznia e Shkodrës, nis në 23 gusht dhe përfundon në 24 maj 2026. Një kampionat ky që për 2 sezone me radhë është organizuar me 4 faza dhe në mbyllje me Final Four, por që për sezonin e ri futbollistik ka sinjale që formula mund të ndryshojë. Një gjë e tillë është bërë ditur edhe nga vetë presidentët e klubeve, të cilët këtë ditë pritet të mbledhin një takim serioz për këtë pikë, pasi nisur nga disa opsione shqetësuese për garën e Final Four. Një gjë e tillë edhe mund të ndryshojë. Në të njëjtën ditë me Superligën, po me 23 gusht, nis edhe kategoria e parë, ndërkohë kategoria e dytë, kampionat ku luajnë Tërbuni, Veleçiku dhe Basania nga Veriu, nis në 27 shtator dhe mbyllet me 18 prill 2026. Sa e takon Kupës së Shqipërisë, ky kompeticion është vendosur të nisë me 1 tetor 2025 dhe finalja e madhe të luhet me 13 maj 2026, ndërsa Superkupa e Shqipërisë me Segnatias kampionë dhe Dinamos fituese të Kupës së Shqipërisë do të luhet me 28 dhjetor 2025. Një tjetër vendim i marr është edhe ai për superioren e kampionatit të vajzave, pjesë e cilës është vllaznia kampione. Ai nis me 27 shtator dhe mbyllet me 31 maj 2026. Gjithashtu janë përcaktuar dhe datat për kampionatet e moshave, të cilat do të nisin në shtator dhe përfundojnë në maj të 2026, kampionatet në të cilën konkurrojnë edhe ekipet e Akademisë Vllaznia.